Assalamu alaikum të nderuar ndjekës të portalet të Mejlisit Bashkisë Islame të Ulqinit. Ne vazhdojmë misionet tona të Ramazanin në Mejlis, duke munduar që këtë Ramazan të bekuar ta shijojmë sa më tepër edhe të arrijmë synimin tonë, qëllimin tonë që të arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Ne sonte kemi musafir nderuarin e Hoxh Doktor Ferit Piku. Mirë se na erdhët. Assalamu alaikum. Aleikum selam, mirë se gjeta, faleminderit. Allah i nderoft, faleminderit shumë. Me Hoxhën ne do kemi një temë me të mos të rëndësishme, temë e cila do të na ndihmojë që ne të arrijmë këtë qëllimin tonë, kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Si të arrijmë ndikimin apo si arrin ndikimi i agjerimit në lidhje me Allahun fuqiplot, me Zotin e gjithësisë. Sa ka nevojë njeriu apo sa është e nevojshme që njeriu të jetë i lidhur me Allahun fuqiplot apo lidhen me Allahun fuqiplot. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Në radhë parë faleminderit për ftesën. Uroj të gjithë ata që na ndjekin vëllezër dhe motra kudo që të jenë për muajin e madh të Ramazanit, me shpresën që ky muaj bëhet muaj i pastrimit të zemrave tona, i zbutjes atyre zemrave, muaj i pastrimit të mendimeve tona, i pastrimit të trupave tanë, edhe dalim për këtij Ramazani inshallah me zemra më të pastra, me mendje më të pastra, po ashtu me trupa më të pastër. Amin. E dyta, kam një urim për angazhimin tënd personal dhe për këtë podcast. Shpresoj që ky minber, ky mexhlis, të jetë gjithmonë një mexhlis që hyn në zemrat e njerëzve, hyn në shtëpitë e tyre dhe mundohet të kontribuojë sadopak për mirë në këtë kohë ku ka shumë mexhlise, po për fat keq pjesa më e madhe e tyre nuk po ndikojnë pozitivisht as në zemrat e njerëzve dhe as në mendimet e tyre. Shpresoj që mexhlisi që ti ke nisur dhe ky podcast të jetë një sebeb i mirë për zbutjen e këtyre zemrave dhe për orientimin e tyre. Sa i përket temës që kemi zgjedhur të flasim sonte ose të ndajmë mendimet tona në lidhje me të, rreth ndikimit të agjerimit në lidhjen e njeriut me Zotin, në lidhjen e krijesës me krijuesin. Në radhë parë duhet të përmendim se të gjitha krijesat kanë nevojë për krijuesin. Janë krijuar të gjitha krijesat në atë formë që nuk bëjnë pa krijuesin e tyre. Ashtu si puna një pajisjeje e cila po nuk pati ato kodin e caktuar, po nuk pati informacionin e caktuar, ajo është pa funksion. Ashtu edhe njeriu, edhe pse është krijesa më e veçantë e Allahu xhallal shanuhu, është krijuar i tillë që ka të nevojshme patjetër lidhje me krijuesin. E ka krijuar Zoti njeriu siç dihet me trupin e tij, i cili edhe pse duket që është perfekt, është një trup që ka të nevojë gjithmonë për krijuesin. Ka nevojë për ushqimin që krijon krijuesi, ka nevojë për shërimin që zbret krijuesi. Një problematike vogël në këtë trup, menjëherë njeriu e kupton defektin në trupin e tij dhe vrapon kërkon shërimin dhe kërkon që dali prej kësaj smundje. Trupi i njeriu është shumë i nevojshëm për të gjitha ato që ka krijuar krijuesi, pra Zoti, për këtë trup. Por njeriu nuk është vetëm trup, se po të ishte trup do ishte ndoshta më e lehtë. Njeriu është një krijesë e kombinuar. Përveç trupit njeriu ka mendjen. Mendja e njeriu, edhe pse në momente të caktuara ajo mendon që di çdo gjë, i kalon të gjitha kufit kohor, kufit gjeografik, pyetje nga më të ndryshmet, është shumë e nevojshme për Zotin. Pa Zotin, kjo mendje në momente të caktuara është e verbër. Ka pyetje që mendja s'jep dot përgjigje atyre. Pse duhet vdes njeriu? Çfarë ka pas vdekjes? Çfarë do të ndodhi me të? Nga erdha? Çfarë duhet bëj unë në këtë jetë? E shumë pyetje të tjera në lidhje si me gjithësi, me universin apo me ato që do të ndodhë me njeriu në të ardhmen e tij, sepse mendja nuk kap dot atë që vjen të kaluarën, siç nuk kap dot në detaje se çfarë nuk kap dot të ardhmen, po ashtu nuk di edhe të kaluarën me detaje. Kjo mendje është krijuar pikërisht e tillë që ajo të ketë gjithmonë nevojë për krijuesin. Por njeriu ka edhe shpirtin e tij, dhe shpirti i njeriu është shumë i nevojshëm për krijuesin, sepse prej krijuesit ai merr ushqimin, prej krijuesit ai merr përmendjen, ai merr reflektimin. Njeriu është një krijesë e tillë me trupin e tij, me mendjen e tij dhe me shpirtin e tij, të tre këto element që janë vendimtare, shumë të rëndësishëm për njeriu, të treja kanë nevojë për krijuesin. Prandaj është e pa imagjinueshme ta mendosh një krijesë, një njeri i cili është njeri pa Zot. Njeriu pa Zot është njeri i humbur. Njeriu pa Zot është njeri i pa orientuar. Njeriu pa Zot është shumë i dobët. Njeriu pa Zot
nuk di as çfarë ka ndodhur në kaluarën, as çfarë mund të ndodhë me të tani, as çfarë do të ndodhë me të në të ardhmen. Prandaj themi që kush ka gjetur Zotin, ka gjetur gjithçka, kush ka humbur Zotin, ka humbur gjithçka dhe nuk ka gjetur asnjë gjë, edhe pse i duket. Kjo lidhje mendoj që është shumë e rëndësishme për të kuptuar ndikimin që kanë adhurimet në përgjithësi, për të kuptuar ndikimin që ka besimi pikërisht në këtë lidhje të krijesës me krijuesin të njeriut me Zotin, sepse thamë që njeriu pa Zotin është thjesht zakonisht i dobët, por me lidhjen me Zotin njeriu është krijesë që Allahu Gjellëshanu tha laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne kemi krijuar njeriu në formën më perfekte, më të mirë, më të hishme dhe më të bukur. Nuk është vetëm krijimi fizik dhe jashtëm, por të tre elementet bashkë, kur bashkohen me besimin, atëherë njeriu është krijesa më fisnike, është krijesa më perfekte e Allahu Gjellëshanu. Subhanallah, edhe mund nga një herën me mërë dhe harresa unë nga shpejtësia do të kujtoj ndjekësit tanë se ju ishit një nga shembujt e mi për të filluar këtë projekt. Faleminderit shumë dhe ju jeni drejtues i portalit Mimber, ku me do mos falë Zotit bën një kontribut të madh. Kjo hyrje ishte shumë hyrje me vend dhe qëllimshme që ne të marrim sa më tepër mësim nga kjo lidhje me Allahun fuqiplot. Një pyetje që shpesh herë neve na vendoset në mendjen tonë është ku Allahu fuqiplot nga shumë ibadete e adhurime të ndryshme, pse Allahu fuqiplot e dalloi agjerimin duke thënë se agjerimi është për mua. Adhurimet, nëse i kuptojmë në këtë spektrin që janë shumë të nevojshme për njeriu, janë të nevojshme për trupin e tij, janë të nevojshme për mendjen e tij, po ashtu edhe për shpirtin e tij, do të gjejmë që Allahu Gjellëshanu i ka shpërndar adhurimet, edhe pse ai nuk është i nevojshëm për adhurimin e njeriut. Ai nuk është i nevojshëm për adhurimin e asnjë krijese. Adhurimi është i dobishëm për njeriu, është i rëndësishëm për njeriu, por nuk është i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Mirë po Allahu duke ditur dobësinë e njeriut, duke ditur që adhurimi do të jetë një avantazh jashtëzakonshëm që do t'i japi këtij njeriu shumë energji, i ka shpërndar adhurimet në kohë të ndryshme, që njeriu të ketë mundësi gjithmonë të jetë i lidhur me krijuesin, të jetë lidhur gjithmonë me Zotin e tij. Do gjejmë që ka shpërndar adhurimet ditore, në ato që ne quajmë namazet ditore, dhe kohët në të cilat janë të shpërndara janë kohë të tilla që janë si puna e stacioneve që janë për furnizim. Njeriu ka nevojë të reflektohet, ka nevojë të furnizohet për të vazhduar pjesën tjetër të jetës së tij. I ka shpërndar në javën e njeriut. Prandaj dita e Xhuma është ditë e veçantë dhe është ditë adhurimi për të gjithë umetin musliman, edhe jo thjesht për një grup. Edhe gjithë urdhërohen mundësisht të falen në një vend apo të paktën të falen në bashkësi me njëri tjetrin, sepse ata kanë të nevojshme të paktën një javë që të jenë afër Zotit dhe afër njëri tjetrit. Po ashtu do të gjejmë që Zoti një muaj në vit ka lënë si specifik në adhurim ka lënë muajin e Ramazanit. E ka zgjedhur muaji Ramazanit nuk është se i ka ditët ndryshe apo i ka netët ndryshe. 29 ose 30 ditë si gjithë muajt tjerë, por në këtë muaj Zoti ka zbritur një urdhër i cili po u zbatua e transformon njeriu në të gjitha nivelet. Madje transformon edhe shoqërinë njerëzore. Edhe dim se çfarë atmosfere sjell Ramazani. Të gjithë njerëzit, do thonë që ndoshta nuk kanë agjëruar pas Ramazanit kaluar asnjë ditë. Ndoshta ditët e para kanë vështirësitë sa ta fillojnë një herë agjërimi kështu me radhë, por më një herë mas 2-3 ditësh, mas 3-4 ditësh, atij duket se gjithë jeta e tij ka qenë agjërim. I transformohet njeriu dita, i transformohet njeriu nata, i transformohet trupi. Ai han në kohë të caktuara. Ai ngrihet të hajë natën në kohën e zefyrit ku njeriu në përgjithësi nuk ka dëshirë dhe nuk ka interes të hajë në atë kohë. Si ka mundësi? Sepse Allahu Gjellëshanu e ka krijuar pikërisht këtë adhurim, e ka zbritur atë që të transformojë jetën njerëzore. Ramazani në këtë aspekt është specifik, është i veçantë dhe është faktikisht nga adhurimet më popullore. Në 4 anë të botës ka shumë njerëz që ndoshta janë dembel deri diku në namazet e tyre, por janë korrekt në agjërimet e tyre. Ajo ka rëndësinë e vet, sepse do e afron njeriu me Zotin dhe hadithi kutsi është shumë interesant, thotë çdo gjë që bën njeriu e bën për veten e tij, përveç agjërimit, atë e bën për mua dhe unë do të di si t'ia shpërblej.
Natyrisht që ky hadith kutsi duhet kuptohet në këtë formë. Nuk është të thënë që adhurimet tjera nuk janë për Zotin. Nuk do të thotë kjo që Ramazani që namazi nuk është për Zotin, haxhi nuk është për Zotin, zakatin. Të gjitha njeriu duhet i bëjë për Allahun xhalleshanu. Mirë, po agjërimi ka një dimension tjetër që është dimensioni i intimitetit, i privatësisë mes robit dhe Zotit, sepse ti mund ta kuptosh dikë që fal namazin, mund ta kuptosh dikë që i jep zakatin, që po ashtu jep sadakan apo që shkon në haxh kështu me radhë. Por është vështirë të kuptosh realisht kush është agjëruesi dhe kush nuk është agjëruesi. Mos të gënjen buzët e thata, sepse mund të ketë njerëz që mund ta kenë buzët mund të kenë thata, por të thara, por nuk është të thënë që ai është agjërueshëm, sepse është një marrëdhënie private, është intime mes robit dhe Zotit, dhe agjërimi historikisht është një adhurim që nuk bëhet pas një krijesë tjetër. Ka njerëz që falen, përkulen, përulen, bëjnë kurban apo bëjnë respekte për një krijesë tjetër, nga frika asaj krijese apo nga respekti i saj. Edhe pse Islami ka ndaluar diçka të tillë, por nuk ka njerëz që mbajnë agjërim për dikë tjetër. Është një marrëdhënie intime, private mes krijesës dhe krijuesit, mes njeriu dhe Zotit. Prandaj Zoti thotë, shpërblimin e këtij adhurimi që është vetëm për mua, që robi e bën vetëm për mua dhe unë e di mirë se kush është me agjërimin dhe kush nuk është me agjërim, thot unë do të di si t'ja shpërblej. Dhe kur thot Zoti bujari, kur thot që unë di si ta shpërblej, atëherë përgatitu për shpërblim të jashtëzakonshëm, të paimagjinueshëm, sepse për të gjitha adhurimet tjera Allahu xhalleshanu ka vendosur minimumin e sevapeve dhe maksimumin e tyre. Pra agjërimin nuk ka vendosur as minimumin dhe as maksimumin, që do të thotë është diçka që është përtej maksimumeve. Është me vërtet një shpërblim jashtëzakonshëm. Zoti na bëf gjithë dhe pjesë të këtij shpërblimi dhe mbi gjitha i boft agjërimet tona që të jenë vetëm për Zotin e të ruajnë privatësinë dhe intimitetin mes nesh dhe Allahu xhalleshanuhu. Subhanallah, duke na treguar, duke na japur mesazhin, mund ndërlidhen dy pyetje në një. Si ndikon agjërimi në zemrën e njeriu me afërsinë me Allahun fuqiplot dhe në të njëjtën mënyrë apo në të njëjtën vend dhe i sinqeriteti, ihlasi, si arrin deri tek. Është vërtet që këto të dy pyetjet janë të integruara në njëra tjetrën, sepse vendi i sinqeritetit është zemra. Zemra e njeriut nuk është thjesht ai organ që pompon gjak, por në terminologjinë fetare zemra është vendi ku bashkohet trupi i njeriut, ku bashkohet mendja e tij dhe shpirti i tij. Të tre këto elementë që formojnë njeriun, të treja reflektojnë në zemër. Prandaj e gjejmë zemrën të përmendur shpesh në Kur'anin famulart, a nuk kanë zemra me të cilat mendojnë. Edhe dikush thotë po njeriu s'mendon me zemrën, njeriu mendon me mendjen e tij. Faktikisht kjo zemra që përmend Kur'ani dhe që përmend në hadithet është vendi ku mlidhen të gjitha ndjenjat e njeriu, mendimet e tij dhe vendimet e tij. Prandaj thash është vendi ku reflektojnë të tre elementet që formojnë njeriu. Sinqeriteti e ka vendin në zemrën e njeriu. Njeriu mund të bëjë niyete, po ndoshta se bën dot punën, Zoti e shpërblen atë njerëz sikur e ka bërë punën. Njeriu mund ta bëjë punën, por se ka patur me nijet pastër dhe me sinqeritet, Zoti nuk e regjistron atë vepër sepse Allahu xhalleshanu shikon zemrat. Njerëzit nuk arrin dot të shikojnë zemrat, por Allahu xhalleshanu di mirë se çfarë ka zemra e njeriu, di mirë se çfarë rrotullohet në atë zemër. Prandaj adhurimet e zemrës janë adhurimet më të fuqishme, por dhe gjunahat e zemrës janë gjunahat më të rrezikshme. Nëse vim tek agjërimi, si ndikon agjërimi tek zemra e njeriu? Zemra e njeriu në përgjithësi, në angazhimin ditor shpërndahet, hutohet, sepse njeriu ka angazhim fizik, njeriu vrapon mbas kësaj dynjaje natyrshëm për të kërkuar rrezikun e tij, për punën e tij, ka komunikim me njerëzit tjerë dhe shpeshherë kjo zemër bie në ato që themin është gafleti. Gafleti është kujdesja dhe është smundja më e rrezikshme që ka besimtarët. Patjetër që jo besimtarët kanë një problem më të madh se sa kaq, sepse ata e kanë vendosur perden mes tyre dhe Zotit. Kurse gafleti, shkujdesja në përgjithësi është smundja e cila i ka besimtarët. Agjërimi shumë interesant, siç ndikon në trupin e njeriu, siç ndikon në mendjen e njeriu, pavarësisht ndikon në zemrën e njeriu. E shkund njeriu. Edhe është vërtetuar se të gjithë njerëzit kur janë me agjërim janë më të butë,
janë më të ndjeshëm ndaj të mirës, kanë frikë të keqen, janë më të mëshirshëm, sepse thash të gjitha këto vendime i merr zemra e njeriut. Agjerimi e nxjerr njeriun nga luginat e gafletit, nga luginat e harresës, edhe i thot: o njeri, ti po agjeron për Zotin, ti po le ushqimin tënd, ti po le pijen tënde. Askush përveç Zotit nuk e di. Më thënë, po ti mundohesh të jesh mes vetëm ty me Allahun xhallal shanuhu. Atëherë shkundu, reflektohu, ktheu o njeri. Zemra ka kundërshtar të shumt gjatë gjithë jetës. Ka nefsin. Nefsi është kundërshtari kryesor, se nuk e le asnjëherë rahat zemrën e njeriu. Shejtani është kundërshtar, po ashtu dhe ai shejtani nuk e le asnjëherë rahat zemrën e njeriu. Njerëzit të tjerë që e rrethojnë, angazhimet e përditshme, ushqimi, argëtimet, rutina, lakmia, të gjitha këto ndikojnë në zemrën e njeriu. Ramazani është sikur e nxjerr këtë zemër e vendos në një laborator tjetër. E vendos në një botë tjetër. Nefsi është më i pafuqishëm, sepse nefsi ushqehet nga trupi. Po në agjerim, trupi nuk ushqehet. Prandaj nefsi është më i qetë, është kalon në vijën e dytë. Shejtani i mallkuar, siç thot hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shejtanët lidhen në Ramazan, nuk kanë fuqi mbi agjeruesin. Njerëzit të tjerë, duke qenë dhe ata me agjerim, edhe ata janë më të qetë. Dëshirat, lakmit, xhelozia, smira, nuk them që zhduken në Ramazan, por bien në minimumet më të paimagjinueshme. Atëherë zemra është më e qetë. Zemra është më e zgjuar, është më e pastër, prandaj është dhe më e ndjeshme. Prandaj kret pyesim, çfarë ndodh me ne në Ramazan? Me ne në Ramazan ndodh ajo që me ndihmën e Zotit zemrat kullohen, pastrohen, dhe kur kullohet dhe pastrohet zemra e njeriu, fillohet mendja e tij. Njeriu reflekton ndryshe. Po ashtu e kupton që kjo botë është kalimtare. Po ashtu e kupton që ai ushqim që ti ke menduar që është i domosdoshëm për jetën, boka edhe pa të. Po dhe ai ujë që, më thënë, po ti thua nuk rri 5 minuta pa pi ujë, edhe pa atë mund të rrika. Por e pas e pasur shumë nevojshme lidhjen me Zotin. Kjo zemër pas ka patur nevojë të lidhet me krijuesin e saj. Kjo është kënaqësia që ndihet në agjerim. Parsisht ndikimin agjerimi e ka tek zemra e njeriu, dhe siç thon dietarët, po të pastron të kjo zemër, dhe po që se eliminohen kundërshtarët dhe armiqtë që i rrin mbi kokë kësaj zemre, njeriu do shikon të gjëra që ai si ka parë asnjëherë tjetër. Ai do shikonte, kur themi ne që ato që janë robët e Zotit, që janë të pastër, të sinqert apo euliat, nuk është se ato kanë trup tjetër, por i kanë punuar dhe janë kulluar zemrat e tyre sa që ata shikojnë shenjat e Zotit. Në çdo gjë ato shikojnë shenjën e Allahu xhallal shanu. Prandaj ndikimi kryesor ky agjerim e ka tek zemra, dhe shpresojmë që ky agjerim siç pastron trupat tanë, parsisht të pastroj zemrat tona. Amin. Muaji bekor i Ramazanit është plot begati dhe mirësi, muaji i Kur'anit, muaji i agjerimit, muaji i ibadeteve të ndryshme. Por në këtë muaj ne i shpeshtojmë edhe një ibadet apo adhurim tjetër, është lutja. Lutja e agjeruesit, si ndikon tek lutja historikisht, lutja është treguesi më i fortë i lidhjes mes krijesës dhe krijuesit. Prandaj përmenda në fillim që njeriu, kushdo që të jetë, kudo që të mbërrijë, ai është i dobët. Momentet caktuara e kupton që është shumë i dobët. Le të ketë pasurinë e gjithë botës, le të ketë pushtetin e gjithë botës. Do vinë momentet caktuara që edhe nëse ky njeri ka pretenduar që është ateist, nuk beson në Zot, edhe në ato momente ndoshta goja si flet, por fitra i flet dhe lutet. Prandaj Allahu xhallahu shanu shpesh herë ka përmendur në Kur'anin famlar, kush është ai që i përgjigjet njeriu lutjes së tij kur ai ka hall, kur ai është në ngushtësi, i përgjigjet Zoti lutjes edhe atyre që kanë deklaruar historikisht që kanë qenë ateist, sepse në ato momente ai njeri është vetvetja, po flet fitra e tij. Edhe Allahu xhallahu shanu është krijues dhe asnjëherë nuk i thot kur krijesës së tij. Të përgjigjem krijesa ime, thot, të përgjigjem, se në ato momente njeriu ka nevojë për krijuesin e saj. Atëherë, kjo lutje që qen ka gjithmonë lidhje. Duaja është lidhja më e fuqishme e robit me Zotin. Në Ramazan kjo lutje ka tjetër fuqi. Është komplet tjetër në Ramazan lutja. Prandaj nuk është çudi që fundi i ajeteve që flasin për agjerimin mbyllet me këtë ajet: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur të pyesin robët e mi për mua, o Muhammed,
le ta dinë se unë jam shumë afër, i përgjigjem thirrësit të lutësit kur ai më lutet mua. Atëherë interesant pse e ka futur duan në ajetet që flasin për rregullat e agjerimit, sepse thot në agjerim në Ramazan njeriu është shumë më afër Zotit dhe mjafton që ai t'i lutet Zotit. Lutja, sidomos në Ramazan, ka tjetër status, prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na këshillon gjithmonë që sidomos përpara iftarit të lutemi si për begatinë e ushqimit, por megjithatë lutemi që Zoti ta pranojë këtë agjerim, t'i falë krejt gabimet tona, sepse agjerimi është falës e gjitha gabimeve. Po ashtu na nxit të ngrihemi për syfyr, thot syfyri ka bereqet materialisht që ham, po ka dhe bereqet tjetër që është bereqeti shpirtëror, pasi në ato kohë kur ngrihet njeriu në syfyr, janë kohët ku nuk refuzohet lutja e besimtarit, gjatë gjithë ditës duke qenë me agjerim, ti më afër Zotit dhe lutja e agjeruesit nuk refuzohet asnjëherë. Prandaj mund të them, dita dhe nata e agjeruesit janë një shans i mirë për lutje dhe unë këshilloj veten dhe gjithë ata që na dëgjojnë, shfrytëzoni maksimalisht muajin e Ramazanit për lutje. Mundësisht, pse jo çdo ditë me një dua të caktuar. Dhe ne kemi halle, kemi probleme pafund për veten tonë, për miqtë tanë, për familjen tonë, për të ardhmen e tyre, për të smurët që kemi smurë, për të vdekurit që na kanë ndërruar jetë, për komunitetin, për bashkësinë që të na japi Zoti mirësinë, të na japi Zoti furnizim. Mundoni ta shfrytëzoni maksimalisht. Kur nuk do të bëhet pishman njeriu nga lutja e tij. Sepse Allahu xhaleshanu, siç është transmetuar, ose lutjen siç e ke bërë ta pranon, ose ndoshta s'ta pranon atë lutje, por të jep diçka më të hajrit që ti nuk e ke ditur, ose të largon një sherr më të madh që ti nuk e ke ditur, ose e treta ta rezervon atë lutje për në botën tjetër, dhe kur ta shoh njeriu shpërblimin e lutjeve që i ka bërë, por s'ka marrë përgjigje, çfarë shpërblimi ka, thot o Zot, sikur ta kisha ditur, do kisha qenë razi që asnjë lutje mos ma kishte pranuar në dynja, sepse shikon që lutjet ka një shpërblim shumë të madh tek Allahu xhaleshanu. Prandaj këshilla është, thash, për vete dhe për gjithë, ta shfrytëzojmë maksimalisht, sepse nuk e refuzon Zoti lutjen e agjeruesit. Allah shpërbleft. Koha ka limitin e vet. Ramazani është duke vijuar dhe besimtarët tanë bashkëvetë si tanë janë duke shijur këtë muaj të Ramazanit të bekuar. Allah shpërbleft. Mesazhi juaj i këtij Ramazani cili do të ishte? Edhe një herë lut Zotin ta pranojmë për të gjithëve, shpresoj që për këtij Ramazani të dalim njerëz më të mirë, të dalim shqiptar më të mirë, se gjithë flasim edhe në emër të besimit edhe në emër të shqiptarisë, por të gjitha këto janë me vepra, nuk janë thjesht me fjalë, dhe lut Allahun xhaleshanu që për këtij Ramazani të dalim më afër Zotit, siç ishte edhe titulli i temës tonë, më afër njëri tjetrit, kemi shumë nevojë për njëri tjetrin, më të lidhur me familjet tona dhe njerëz që mundohen të lënë gjurmë të mira në këtë jetë, sepse kur vdes njeriu, harrohet çdo gjë, për punët që ai ka lënë, gjurmët e mira që ka lënë mbeten. Prandaj shpresoj që kur të kalojmë prej kësaj bote, të lëmë një fjalë të mirë, që kur na kujtojnë njerëzit thonë e ka lënë një fjalë të mirë, po ashtu të lëmë një gjurmë të mirë e cila dëshmon për ne edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, dhe së fundmi lut Zotin na e pranoj të gjithëve agjerimin e Ramazanit, edhe të na nxjerrë për këtë muaj me gjunahet falura si ditën që na lindën nënat tona. Allahumma amin. Ne lutim Allahun fuqi plot me duan e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinik. Amin inshallah. O ti rrotullosi zemrën, ai rrotullo zemrën, ai drejtoj zemrën ka dini feja jote. Allahu i beqatohet, Allahu i shpërblet. Faleminderit ju. Ne vazhdojmë misionet tona në mëxhlis, duke munduar që ta shijojmë sa më tepër këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Ndëgjohemi, shihemi, Allah ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.